Ju përshëndesim sërish kësaj here nga këndy i negatimit. Mirëmëngjesi zonja Vjollca. Mirëmëngjes Niki. Me çfarë ta nisim sot? Përshëndesim të gjitha anvisat që na ndjekin. Sot do të bëjmë një fileto peshku caprese ose fileto peshku me domate. Unë do t'i kombinoj të dyja, po ju mund ta bëni dhe vetëm me njërin, ose me domatet e thata, nëse ndonjë anvisë i ka në shtëpi ka tharë gjatë dimrit, po verës, ose me domate të freskëta. Por do të keni parasysh që t'i prisni fetat sa më të holla. Unë do t'i kombinoj pak kështu, pak kështu. Duhen 2 lugë çaj pesto për këtë recetë, 2 fileto peshku, stika pisha duhen çik më shumë për arsye se japin shijen dhe ne e keni vënë re ju që her pas here gatuaj me frutat e thata, ndaç supa, ndaç I shtojmë vlerat, makaronat, orizin, sallatrat e ndryshme, mbasi është dhe një orientim që na japin dietologët dhe mjekët që bëjnë mirë për shëndetin tonë. Atëherë, një gjysmë limoni, do të marrim pak lëngun e limonit, do ta marinojmë fillimisht, krip piper të zi dhe patjetër vaj ulliri altis. Pak përbërës, shumë e thjeshtë është. Shumë pak përbërës. Do t'i pjekim apo do jenë Fare. Asgjë nuk do të kalojmë në tigan. Fillimisht do të marrim peshku, mund ta vendosni edhe kështu siç është, në një tavë, por mirë do t'ishte, mbas si unë sugjeroj që të gatuhet në porcione të veçanta. Secilit i vendoset një pjatë e tillë, zjarrduruse, një pjatë qeramik, është kjo, e veshur, dhe këtu vendosim 2 feta, në një vend tjetër, hajde. Te kjo ose e bëjmë të gjithë bashkë? Ose të gjithë bashkë, në një tavë, por kur pikset dhe ftohet, është më mirë të jetë në porcion të veçantë. Atëherë i presim në mënyrë të tërthort pak. Ja kështu. Fetat e peshkut, i kemi larë, i kemi tharë. Mirë është që t'jetë i pastruar nga lëkura, mbasi do të... Pra i filetuar në komplet. Të këto domate the që duheshin prerë? Po do m'japësh një shembull, besoj, fillimisht. Po patjetër, shembulli është ky Niki që do t'i presim shumë hollë fetat e domates, jo të trasha. Në disje, kaq të holla, do të mjaftonte 1 ose 2 milimetra, kaq, shumë të holla. Tani, këtu ku jemi, do t'i rregullojmë me krip dhe piper të zi. Do të keni shumë kujdes ke kripa, pak krip ke peshku, për arsye se dhe domatet kanë dhe thartir dhe pak krip, por pesto është shumë e kripur, ka kripën e vetë, kështu që do të kemi shumë kujdes. Vetëm kaq sa hodha unë do ta lë. Tani hedhim dhe pak fare, shumë fare pak piper, pak. Dhe do t'i marinoj me lëng limoni. E kemi thënë dhe njërë tjetër që marinimi dhe lëngu i limonit tek peshku, jo vetëm që jep atë shijen. Luan një rol shumë të rëndësishëm, por jo shumë se përsëri unë do t'i kaloj në një peshqir letre, në një letër kuzhine, për arsye se nuk duhet të jetë gjendje lëngshme, se do të nxjerrë pak lëng domatja, dhe nuk duam që ta bëjmë si supë, më kupton? Do të ketë pak lëng, po kur ftohet e përthith përsëri vetë peshku. Tani e supozojmë që ne peshkun e lam për 20 deri në 30 minuta në këtë marinim. Nuk e kemi këtë kohë në dispozicion dhe do të marrim pak vaj ulliri altis. Do të hedhim nga një pikë, jo shumë. Tek tavat që do të gatuajmë. Po sikur të marrim një tavë xhami, që kemi aty një tavë pak si vezake. Që ta bëjmë se më duket sikur kam çik më shumë. Një të përbashkët dhe japim 2 modele. Është një vezake e vogël, Atëherë e hapim me furç vaj, jo shumë. Edhe kjo shumë e mirë është, në rregull. Edhe këto ta luajm pak me vaj? Po, edhe këtë pak. Hodha shumë. Ka problem.
Lë edhe një herë këtu. Mjaft. Vendosim peshkun, Ja. Është shumë e thjeshtë dhe anvisat 2 copa peshk mjafton është për një porcion. Tani, e largojmë dhe këtë një rofsh. Tani vendosim fetat tek tava tjetër. E pas ke matur mirë. Është fiks sasia, në fakt, 2 fileto të vogël, mesatare. Mund ta vëmë edhe njëra përmbi tjetrën, nuk ka ndonjë problem, por duhet ta kishim tamponuar një çik me letër kuzhine. Ja. Tani, do të marrim domatet e thata. Do t'i presim në shirita. Ndërkohë, domatet e tjera i kemi në disqe. Po. Të prera holl. I mbulojmë që mos të na thahet peshku. Po peshku të ri i but dhe e mbron shumë pjesa e domates. Vendosim nga pak këtu. Ja, pak këtu. Ndërkohë kemi dhe gramaturën ose përbërësit, le të themi, të recetës së parë. Është një fileto peshku dhe e gatuar ndryshe nga herët e tjera, sot. Kombinohet me domatet. Mund t'jetë vetëm domatet të njëma, mund t'jenë Po, mund të përdorim, unë i kam të dyja dhe po i vendos të dyja. Shumë fare pak, kur them fare pak, shumë fare pak krip, për arsye se unë do të vendos edhe peston. Po peston do t'a vendos në bas 10 minutave që kam vendosur peshku në furrë. Do t'a lë 15-18 minuta në temperaturën 200 gradë. Tani më duhet edhe fare pak vaj. Mirë do t'ishte që... Me furçën ndoshta i liru domatet? Domatet dhe peshkun, se nuk dua që të më dominoj vaj. Në basi edhe domatet i kam me pak domatet e thata, Ja. Sepse ato që ndrojnë në vaj ulliri, sepse duhet të mbrohen. Bravo. Që mos myken. Anvisat e marrin një kavanos të këmëyja. Ka dhe në gramatura më të vogla dhe në gramatura më të mëdha. Unë atje i marrë të gjitha dhe që do bëjmë tani? Tani do të hedhim stikat e pishës. Pashë me këto edhe stika do të piqen, marrin ato ngjyrën e bukur? Prandaj si shë nevoj që ne stikat t'i piqnim. Në pas 10 minutave, mu këtu ke domatet, nuk dua ta vendos që tani, do të vendosim pak pesto, dhe pestoja do rrëshqasi, do shkri komplet në tavë dhe do t'i japi një shije absolutisht shumë të këndshme. E lëm këtu dhe i vendosim të dyja së bashku që mos na... Ne e ndërpresim pak punën, sepse do të shkëputemi sërish për publicitetin e radhës, për të falendëruar bashkëpunëtorët tanë, dhe do ta vazhdojmë pjesën tjetër të punës, të mbushjes së tavës, pasi të kthehemi. Vazhdojmë punën në kuzhinën tonë, po ju prisim në fakt për të vazhduar me pjesën tjetër të mbetur të filetës të peshkut edhe me tavën tjetër. Po, i them anvisave që i shtova dhe 2 feta domate atje, desha të mbuloja komplet peshku, dhe tani kemi këto 2 fetat e tjera. I lyjmë me furçe me pak fare vaj. Dhe vendosim tani duke alternuar domatet njëra përmbi tjetrën. Nëse i kemi kështu në formë gjatësore, është mirë që të mbulojmë komplet sipërfaqen e peshkut. Fare shumë, pak fare kripë. Do të hedhim edhe domatet të tjera të fata, anash. Mund të vendosim dhe anash, ato do të piqen dhe mbajnë ato aromën e vetë. Ja, dhe këtu kanë shije, se japin shije shumë edhe peshkut. Mënyrë më të thjeshtë përgatimin e peshkut, s'ka, mjafton të dijem përbërësit edhe më radha e punës. Mënyrë më e thjeshtë dhe mënyrë më e shishme për të ngrënë peshk për një kohë rekord, nuk keni parë ndonjëherë. Tani në verë dhe anvisat e përdorim më tepër peshkun.
Kështu që mund të jenë mënyra që t'i dhënë ndim. Dhe stikat e pishës, ndonjëherë nga ju du të thotë, ua, sa e thatë është. Jo, nuk është fare e thatë. Në moment tani që e shohim, themi, bë do digjet peshku. Peshku ka lëngun e vetë, domatet do nxjerrin lëngun, madje mund të keni edhe një çik lëng, e ke parasysh kur ham midje që kanë atë lëngun? Kanë atë kullimin e lëngut. Ato janë shuar me verë etj etj, ndërsa këto do kenë një shije natyrale. Si që janë tani të dyja, po i vendosim të edhe pak fare të lutem, Niki të lutem. Edhe pak fare vaj kësaj këtu, janë nga një pikë kështu këtu. Se ndihmon që të mos. Edhe pestoja ka yndyrën e vet. Pestoja unë e kam blerë të gatshme, po ndonjëri nga ju mund ta bëjnë në shtëpi duke vendosur vajin e ullirit, borzilokun, hudhrat, stikat e pishës ose darra dhe bën e përgatit vetë. Unë e kam blerë të gatshme, te këmbëja gjithmonë dhe kjo është receta. Pestën do ta hedhim pak më vonë, thamë? Do të thonë kur t'jem pjekur. Nga ky moment do të kalojnë 10 minuta, ne ndoshta nuk jemi direkt. Unë do ta nxjerr dhe do të vendos nga një maj. Do t'i hedh jo nga ke domate dhe pak kështu në mënyrë gjatësore. I bie që një lugë kafe për njërën dhe një lugë kafe 2 lugë. Për tjetrën se ka një sasi më të madhe. Po ja lexoj përbërësit e ambisave dhe do bëjmë një përmbledhje për recetën tjetër sepse e di që diçka uji po zjen në fakt, është një lloj paste ndryshe sot, fileto peshku caprese. 400 gram fileto peshku kemi sot, 10 domate të thata, 2 lugë kafeje pesto, 50 gram stika pishe, lëngu i një limoni, kri piperizi. Shumë e thjeshtë, shumë pak përbërës, shumë e shkurtër. Na ka mbetur vetëm një përbërës, thash pesto, që do ta vendos 10 minuta nga ky moment që të ketë kaluar. E vendosa që këtë recetë, me që jemi ke peshku, do ta shoqëroj me karkaleca të freskët. Këtu janë linguine, pasta di vela, linguine janë jo tagliatelles janë të gjëra, as spaghetti është një e shtypur, do më thëmë forma, është e shtypur, dhe është shumë e mirë si makarona për të përdorur, për arsye se tek linguinet në gjitet sosi ose si të them salsa që do të përgatisim, më mirë se në çdo formë kështu makarone tjetër. Lloj tjetër makarone. Atëherë kemi pak majdanoz, do të marrim 1 centimetër, do ta grim ginger, do agjerojmë, dhe do ta grimim, të kuptohet, në rende, ke pjesa më e hollë, një lugë kafe, jo shumë, për t'i dhënë pak si aromë pikante. Në fakt, nuk para kemi përdorur ginger në kombinime kështu me pasta dhe me karkalesa, zonja Vjoca, ta provojmë sot si do jetë shija e recetës. Kemi 40 pi hudhër, një 10 domate, 12, 200 gram domate qershi, pomodorini, si thonë, dhe 40 pi hudhër, nëse janë të vogla, 3. Këto janë përbërësit që ne do të t'i kalojmë në tigan dhe mbasi të zjejnë makaronat, pra koha e dur për të zjerë këto makarona është 14 minuta, kështu që unë mund t'i vendos një qik më përpara. Që kur të rikthemi në pjesën e dytë, paka shumë makaronat të kemi gati për të zjera, drejt zjerjes, që të merremi me përgatitjen e përbërësve të tjerë. Sepse salsa nuk do një kohë shumë të gjatë. 2 pjata do të serviren në pjesën e dytë, shkëputemi, është hapësira publicitare, hapësira informative, takojmë, mos u largoni. Mirë se erdhët në program, është pjesa e dytë e këndit të gatimit, këtu në Vila 24, po i prisnim anvisat apo jo zonja Vjoca, që të shpjegonim radhën e punës, përgatimin e pastave. Pastave të vela, linguine, kemi sot me karkaleca. Pra, kemi për një porcion është e mjaftueshëm 80 gram makarona, mendohet që ne do të konsumojmë edhe peshkun, Pra, 80 gram për person, i bie 320 gram gjithsej makarona. Qik më shumë se gjysma. Kemi 250 gram karkaleca, kemi 2 ose 3 thelpi hudhër, varet nga madhësia e tyre, kemi një lugë kafe ginger të grirë imët, 250 gram domate të ndarë, pomodorini, qershi, të ndarë në gjysëm, një maj, këtu ka shumë, një maj lugë, piper, mirë do t'ishte djegës, jo aqë sa të djegi, po aqë sa t'japi shije, po. Kemi 2 lugë gjelle, majdanoz të grirë shumimët, kri piper të zi, dhe 60-70 ml verë të bardhë për t'i shuar të gjitha këto së bashku. I shohim nëse do të ketë nevojë, salsa mund të hedhim dhe pak, kemi thënë gjithmonë, pak ujë nga makaronat që po zjenë, se e lidh, e bën më të mirë dhe më të shishme. Atëherë, fillimisht do të filloj me karkalecat,
do të hedhim pak vaj ullirin, ndërkohë unë i kam vendosur makaronat të zjejnë për arsye se linguinet duhen 14 minuta. Varet se cila nga paketimet dhe se cila nga format e makaronave ka minutazhin e saj. Linguinet doshin 14 minuta. Atëhere, do të vendosim sa të ngrohet vaj, karkalecat, unë i kam lënë me bisht, për t'i lënë pak... Atë ngjyrën portokalli që është karakteristike e karkalecave, e marrin direkt me sfuqen. Jo, e kam fjalën për bishtin që sikur është lezet, sikur mund t'a lënë së bashku dhe me kokën, a? Po. I rrotullojmë pak fare për arsye se do të vazhdoj gatimi me përbërësit e tjerë. Me njëherë, mbas karkalecave, i kalojmë një qik dhe i kthejmë. Karkalecat nga ana tjetër, do të hedhim hudhrat. Hudhrat nuk është mirë që të gatuhen shumë, sa t'i rrotullojmë pak, më njëherë do të hedhim gjinxherin dhe më pas domatet që të kalojnë qik të bëhet pak lëng këtu. Lëng që hudhra mos të nënzihet dhe mos të marrin ngjyrë të errët. Pra, ja. Këtu me njëherë do të fillojmë me hudhrat. I rrotullojmë kështu. Hedhim gjinxherin. Të gjithë e dim që gjinxheri është pak si pikant. E lëmë shumë fare pak dhe do të hedhim domatet. Pra, nuk i lëmë shumë për t'u gatuar, se të gjithë e din që karkalecat nuk duan në një gatim të madh. Vendosim pak fare kapakun dhe do të hedhim me njëherë pak fare piper të kuq. Sa të japi piperi dhe vajt një ngjyrë të këndshme. Do të hedhim pak krip dhe piper. Dhe majdanozi është në fund fare, besoj, kur të servirim pjatën. Krip, piper të zi, dhe me njëherë i shuaj me verë. E lëmë këtu që të zjejnë të gjithë përbërësit, domatet, madje karkalecat tani janë gatuar, domatet është një përbërës që ne mund të shijojmë dhe të gjallë, kështu si që është. Kështu s'duan shumë kohë e ke fjalën për tu... Po, unë do t'i hedhë shumë fare pak lëng makaronash dhe do të lë makaronat që të zjejnë së bashku këtu, nuk ka ardhur minutazhi komplet i makaronave për zjerë, duan dhe një 2 minutës, dhe unë këto 2 minutës do t'i lë makaronat që të zjejnë këtu në... Po. Në një. Ta mbaj ullë me qënë se kam vënë dorezën? Ja, se e kanë këto makaronat, këto siklet. Janë në fjesën e fundit, ndërkohë kemi menu në ekran si kundër ju e shikni dhe përbërësit e linguineve me karkaleca. Divela, si gjithmonë, nuk i ndajemi divela, sepse jo vetëm që rezultojmë të suksesshëm në shije, në gatim, në çdo recet. Kemi marrë sot 320 gram makarona linguine, 250 gram karkaleca, 250 gram domate qershi, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 3 thelpinj hudhër, 1 lugë kafeje gjinxhere freskët, 1 majlugë piper djegës, 70 ml verë bardh, krip, piper i zi majdanos. Se keni parë dhe keni ndjekur shpesher edhe recetën, ndërkohë i kujtoj anvisave që kemi peshkun në furrë, të cilin do ta servirim së bashku me pjatën. Mund ta nxjerrim peshkun, se mos ka kaluar madje koha. Hodhëm dhe majdanozin këtu dhe makaronat pothuaj se janë gati. Është një produkt, një recet që me njëherë sa po nxjerrim, nëse për peshkun në tavë themi që të qetësohet një çik, ose për ndonjë recet tjetër,
të qetësohet pak. Dhe çfarë vëmre? Vëmre atë lëngun që the, nuk do jetë thatë fare, po do ketë atë pjesën do ketë pak fare lëng, që dhe lëngu është shumë i shishëm. Madje se është lëngu i peshkut, i domates, ka është përbër pjesa e pestos dhe do të mja përshmenim. Dhe do ta lëmë tëftohet që ta provojmë pak, po. Ndërkohë, edhe makaronat janë drejt fundit, për t'i sjellë të dyja mbi tryezë, të dyja recetat. Mbaruan, gjithçka përfundoi. Dhe tani, s'na mbetet gjë tjetër, vetëm që t'i servirim. Servirim në pjatë, kemi serviru mbi tryezë, kemi nxjerr peshkun në formën e duhur, me domatet e thata, me domatet e njoma, me peston sipër dhe me stikat e pishës. Janë pjekur, kanë përfunduar. Presim që të ftojmë pak dhe të kuptojmë shijen që ka marrë ky gatim, i cili sigurisht shoqërohet nga një pjatë paste, makarona di vela, me karkaleca, me domate qershi, me ginger, hudhër, majdanoz, vere bardh, që u përdor për të shuar të gjithë përbërësit teksa ato skuqeshin, dhe ka mbetur gjë tjetër, vetëm një karkalec 2 në fund dhe serviret pjata në total. Fshim pak anash. Domat. Si kundër e din tashmë anvisat, recetat jo vetëm shfaqen këtu në këtë transmetim në Villa 24, por ato janë të shkruar edhe në balkanweb.com, sepse aty është rubrika gatimi në speciale për këtë hapësirë, çka ju ndihmon që ju të përforconi atë imagjinatën edhe kujtesën çfarë ka gatuar zonja Vjollca. Ja ku janë 2 recetat. Ju bëftë mirë, kjo ishte për sot. 2 pjatat, sigurisht ujin ne nuk mund t'i ndahemi ujit fap, por nuk do të largohemi pa e provuar çik peshkun. Pra. Këtë do dëshiroja edhe unë, po do t'a vendos në një pjatë që të duket çik më mirë. Po, shumë mirë, e servirim pak në një pjatë. E vendosim këtë peshkun, se duket sikur ka pamje më të bukur. Po. Kurse kjo e ka të bardhën vetë këtu, kuptohet, këtu është tava, por këtë ne do të ndajmë në, nuk është një porcion këtu. Sigurisht, ti e the që kjo recet gatuhet edhe në porcione individuale, edhe të përbashkëta, paka shumë e kemi ndarë edhe ne. Këtu janë 2 porcione, aty janë 2-3, paka shumë. Ishte shumë të drejtë për të domaten e thatë. Se ndjej që i jep atë shijen, po ajca dhe stikat e pishës, dhe për këtë recet ka përshtypjen stikat shkojnë. Se ne themi frutët të thata, po stikat e bëjnë diferencën. Shiko, ne kemi bërë edhe një recet me peshk, e kemi bërë vetëm me majdanoz dhe bajame. Është komplet diçka tjetër. Ama aty nuk kemi vendosur domaten. Këtu kemi, prandaj thuhet peshk në mënyrë kapreze. Kapreze. Për arsye se edhe kur bëjmë një sallat kapreze, kemi domaten, kemi në rastin tonë, kemi borzilokun, kemi dhe djathin. Ne këtu nuk kemi përdorur djath, por shija e peshkut e kombinuar me borzilokun që e ka pesto vetë dhe stikat, Ashtë një tjetër nuk do t'i shtoja. Kështu si që është dhe është perfekte. Lumë ne që provojmë shije gjdo ditë gatimet shishme. Jo se s'mund t'i shtojmë djath. Unë e kam bërë këtë recet dhe me djath dhe më ka shijuar shumë. Por gjithmonë duke menduar që anvisat mund t'a bëjnë, ka dikush që nuk e shijon djathin, dhe nuk e përdor. Me djath sigurisht që del akoma dhe më e mirë, me i qik djath, po qëfar djathi do thoni ju? Vetëm mozzarella. Vetëm mozzarella sepse do të shkri, se ne shqiptarët kemi dhe ca ide të çuditshme që peshku me djath nuk shkon, nuk e ham peshku me djath. Me mozzarella kjo recet shkon shumë mirë. Jo, edhe kur e gatuem, qoftë në sallat, qoftë edhe më vete, si të pa edhur në tavë. Por gjithmonë mozzarella do të vendoset poshtë domates. Poshtë domates. Pra mozzarella dhe domatja sipër. Nëse doni ta shtoni, mund të jetë edhe një element përbërës shtesë. Kemi përfunduar me gatimin, kjo ishte hapësira e përgatitur për ditën e sotme, këto ishin pjatat e servirura, shpresoj që edhe ju të keni gatuar me ne, apo të gatuani përgjatë kësaj shkëputjeje. Në Balkanweb klikoni për informacionet më të fundit, por edhe për recetat që zonja Vjollca sjell çdo ditë, nesër me të tjera recetat. Falenderoj edhe një herë zonja Vjollca, mirupafshim. Mirupafshim.